Kur ishim të vegjël, gjembardha na shponte këmbët dhe e mallkonim sa herë, por nuk e dinim sa vlera kishte ajo për shëndetin. Nëse e sheh për herë të parë, mund të mendosh se është një bimë e zakonshme me gjemba, por eringyum është shumë se kaq. Kjo bimë rritet në natyrë të egër, në toka të thata dhe në vende ku pak bimë të tjera mbijetojnë, dhe pikërisht kjo e bën interesante. Është e fortë, e qëndrueshme dhe nuk dorëzohet lehtë. Eringyum ose gjembardha ka një pamje të veçantë. Gjethet janë të ashpra me gjemba, ndërsa lulet ndryshojnë sipas llojit. Ato mund të jenë blu, jeshile apo edhe të verdha, duke i dhënë bimës një pamje krejt unike në natyrë. Por pjesa më interesante nuk është ajo që shohim mbi tokë, sekreti i kësaj bime është poshtë saj, në rrënjë. Në botën e bimëve mjekësore, rrënja e saj njihet si Eryngy radix. Fjala radix do të thotë rrënjë, por kjo rrënjë ka qenë e përdorur prej shekush në traditat bimore. Në mjekësinë popullore, ajo është vlerësuar si një bimë që mund të ndihmojë organizmin në mënyra të përgjithshme. Është përdorur për tretjen, për forcimin e trupit dhe si një tonik natyral. Në disa raste, njerëzit e kanë përgatitur në formë çaji ose ekstrakti, gjithmonë duke e ruajtur si një bimë me kujdes dhe respekt. Sot Eryngy radix nuk është një bimë e përditshme që e gjen kudo. Ajo përdoret më shumë në preparate bimore dhe në studime shkencore që lidhen me bimët mjekësore. Por ka një gjë të rëndësishme që nuk duhet harruar. Jo çdo gjë natyrale është e pranishme për të gjithë. Prandaj edhe bimët si kjo duhen përdorur me kujdes dhe me këshilla të specialistëve. Në fund, Eryngyum na tregon diçka të thjeshtë por të fuqishme. Natyra shpesh fshe vlerat më të mëdha në gjërat që duken më të thjeshta. Në bimët me gjemba për me një histori shumë të thellë në rrënjët e saj. Bari i saj në sajt të saponineve, esencës e tjerë që përmban, ka veti të rrisë të urinuarit, për këtë këshillohet kundër rërës në rrugët urinare, në disa sëmundje të lëkurës e tjerë. Përgatitja dhe përdorimi. 5 lugë gjelle me rrënjë të grimcuara hidhen në një enë të zinkuar ku lihen për 5 deri në 10 minuta me 6 gota ujë. Pastaj lënë kukullohet dhe pihet me gota gjatë ditës. Ruajtja. Në vende të thata, bari e ruan veprimin për 2 vjet.